Kush është Zoti ju, për të cilin kanë folë të dërguarit, kanë folë pejgamberët, kanë folë të zgjedhurit prej Ademit alayhis salam. Falëndërimi i takon Allahut të xhalla shanuhu. Atë e falënderojmë dhe prej tij ndihmë kërkojmë. Dëshmojmë se vetëm Allahu është Zot i vetëm. Ai është krijuesi edhe furnizuesi i vetëm. Pastaj dërgojmë salavate për pejgamberin alayhis salam, për familjen e tij dhe shokët e tij. Dëshmojmë se Muhamedi alayhis salam është i dërguari i fundit. I dërguari i fundit prej vargut të pejgamberëve, të dërguarve, të zgjedhurve, të cilët i ka zgjedh Allahu mësues, udhërrëfyes për njerëzimit prej Ademit alayhis salam e deri tek i fundit Muhamedi alayhis salatu wassalam. E falënderojmë Allahun, krijuesin e qiejve dhe tokës. Sa shpesh dhe sa shumë e përmendmi ne Allahun dhe kemi obligim ta përmendim atë, ta falënderojmë atë, t'i lutemi atij, t'i nënshtrohemi atij dhe e dim se vetëm ai është krijuesi jonë dhe furnizuesi jonë. Por të shohim se si vet Allahu në librin e tij, në Kur'an, ka tregu për vetveten e tij. Pra të shohim ne se kush është Allahu, kush është Zoti jonë. Atë për të cilin kanë folë të dërguarit, kanë folë pejgamberët, kanë folë të zgjedhurit prej Ademit alayhis salam. Fillimisht Allahu xhalla shanuhu na ka treguar në Kur'an në shumë sure, në shumë ajete për vetveten e tij. Për shembull thot Allahu xhalla shanuhu, "Qul huwallahu ahad." Thuaj se Allahu është një i vetmi. Allahu Samad. Ai është i gjithfuqishëm, i patmeta dhe nuk ka nevojë për askënd. Lem yelid wa lam yulad. Nuk ka pasardhës dhe as nuk ka prind. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dhe nuk ka kush që i përngjet atij. Kjo në surën Kul huwallahu ahad. Pastaj Allahu xhalla shanuhu na tregon në disa ajete që ne do t'i lexojmë se si Allahu e përshkruan vetveten e vet. Thot Allahu, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allahu është ai i cili ka krijuar për juve çdo gjë që është në tokë. Thumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. E pastaj Allahu xhalla shanuhu i krijoi edhe 7 palë qiej. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Dhe Allahu është ai i cili din çdo gjë. Në një ajet tjetër Allahu na tregon për vetveten tonë, thot huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Allahu po thot, Allahu është ai i cili juve ja dërgon gjumin në mbrëmje, natën. Bile Allah ka përmend një shprehje yatawaffakum, ju vdes juve, ju ban juve të vdekur. Pra të na thojmë gjumi gjysdeke. Pra këtë gjumë na i dërgon Allahu xhalla shanuhu. Thot huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Por Allahu e din edhe ju çka keni bërë ditën, çka keni vepruar. Punë që keni bërë ditën i din. Thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. E pastaj Allahu xhalla shanuhu prap ju në sabah janë nxjerr gjumin. Qohni ju pi gjumit. Dhe do të jetoni deri në momentin e vdekjes kur e ka caktuar Allahu. Thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. E pastaj ju një ditë do të ktheheni te Zoti, do të ktheheni te Allahu, do të vdesni. Thumma yunabbi'ukum, e pastaj në ditën e Kiametit Allahu do t'ju lajmëroj juve, do t'ju kallëzoj juve, do t'ja vqet juve përpara atë çka e keni punuar, atë çka e keni bërë. Në ajetin tjetër Allah thot: "Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi." Allahu është ai i cili
e ka kriju qiejt edhe tokën. S'ka kush që ka kriju qiejt edhe tokën përveç se Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot, wa qawluhu al-haq, dhe fjala e tij është e vërtetë. Wa lahu al-mulku yawma yunfakhu fi as-sur, dhe në ditën e Kiametit kur do të fryhet në atë far surin, në atë far mjetin që do ta çet zonin, dhe do të bëhet Kiameti, Allahu po thot wa lahu al-mulk, i takon Allahut ajo ditë. Pra të në ditën e Kiametit Allahu xhallashanhu kur fillim do t'i shkatroj çdo gjë, Allahu do të thret dhe do të thotë limenil mulku al-yawm, kujt na takon gjykimi sot. E përdrisa s'ka kush me u përgjigj, Allahu përgjigjet vetë duke thonë lillahi al-wahid al-qahhar, i takon sundimi Allahut i cili është mbizotrues mbi çdo gjë. Pra, Allahu është ai i cili e zotron këtë botë, po e zotron edhe botën tjetër. I zotron tokën edhe qiejt edhe çka ka në mes tyre. Pastaj Allah thot: "Wa huwa alladhi anzala minas samai ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay." Pastaj thot Allahu xhalla shanuhu, Allahu është ai i cili e ka zbrit ujin, shiun prej qiellit, e pastaj me te e kemi bë çdo gjë të gjallë. Allahu po tregon se ai është i cili i ka kriju shiun. Në ajet tjetër thot huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmetih. Po thot Allah është ai i cili e dërgon erën si paralajmërim para shiut. Hatta idha aqallat sahaban thiqalan. Pastaj Allah thot e pastaj këtyre të cilat ecin dhe rëndohen me shi me ujë, thiqalan suqnahu li baladin mayitin. Pastaj Allah thot ne e zbresmi shiun në një tokë e cila është e vdekur, e thot. Pastaj thot fa anzalnahu bihi al-ma'a. Pastaj e zbresmi në ujin, fa ukhrijna bihi min kulli thamarat. Allah po thot fa akhrajna bihi, e me qatë ujin që është qëmë në tokë, i nxjerrmi në frytet me rahmetin e Allahut xhallashanu. Pra, kush është ai i cili prej kokrës të thot, prej asoj farës të thot, e nxjerr bimën, është Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra të Allahu në ajet tjetër thot huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Allah është ai i cili ka kriju diellin dhe e ka bë me shëndrit. Wal qamara nuran, edhe hanën e ka bë që me bë dritë gjithashtu. Wa qaddarahu manazil. Pastaj Allah është ai i cili hanën e ka bë mu bë ka një herë vogël, ka një herë madhe. Thot li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab, që ju me numëru ditët edhe me llogarit kohën tuaj. Pra, Allah është ai i cili e ngjall të vdekurin dhe prej gjallit e ban të vdekurin dhe prej të vdekurin e ban gjallin. Pra të ne e adhurojmë Allahun një, dëshmojmë se vetëm Allahu është Zot i vetëm. Ati i lutemi, ati i përkulemi, ati i nënshtrohemi, ati i besojmë dhe s'ka dyshim se tek ai do të ringjallemi ditën e Kiametit. Na mbetet me adhuru Allahun, na mbetet me shpresu të Allahu, po shpresa tek Allahu xhallashanu nuk mjafton pa punë, nuk mjafton pa vepra. Andaj ne me namazin ton, me agjërimin ton, me sadakën ton, me nënshtrimin ton ndaj Allahut, me besimin ton që kemi te Allahu xhallashanu, këtë këto janë punë, disa punë të zemrës, e disa punë të gjymtyrëve tona, e pastaj e kemi shpresën të Allahu xhallashanu dhe me shpresën tonë të madhe të Allahu xhallashanu, me rahmetin e madh të Allahu xhallashanu, do të shpëtojmë inshallah në ditën e Kiametit. E lutim Allahun xhallashanu që të mëshiroj të vdekurit tan, të shëroj të smurit tan. Allahu xhallashanu tu alehtësoj hallexhive, nevojlive, punë, hallet, dertë që i kanë. E lutim Allahun xhallashanu që të na udhëzoj neve, familjarët tan dhe muslimanët ku të jenë.